Përshëndetje nga Roma, ku shqiptarët shkëlqejnë me arritjet e tyre. Njëri prej tyre është një djalë nga Korça, Leron Islami, i cili prej 20 vitesh jeton e punon këtu dhe tani më mund quhet një model i suksesit të bashkëdhetarëve tanë tu në kryeqytetin e Italisë dhe kryeqytetin botror turizmit, sikurse është Roma, në Piazza Navona, ku numri i turistëve është ndër më të mëdhenj. Leroni tani më ka 7 restorante të cilat i administron vetë dhe ky është një numër i shkëlqyer. Para ajo që dua ta vlerësoj shumë është që edhe stafin apo bashkëpunëtorët e tij janë shumica janë nga Shqipëria, apo jo Bleron? Po, rreth 80% e bashkëpunëtorëve janë të gjithë nga Shqipëria, sepse unë gjithmonë kam dashur të angazhoj edhe të ndihmoj edhe të bashkëpunoj me bashkëdhetarët tanë, sepse po mos ndihmuam njëri tjetrin. Tani kjo Piazza Navona duhet ta ndryshoj emrin, mendoj duhet ta bëj Piazza Korça. Piazza Korça. Përshëndetje të gjithëve.